Shtëpia e Big Brother VIP Albania 5 është ndezur nga një debat i paprecedent mes dy prej banorëve më karizmatik, Ilir Vranozit, e njohur si VIP i popullit, dhe aktorit të humorit Eugene Plovishti. Shkaku i sherrit ishte roli dhe vërtetësia. Debati nisi në sallon dhe u përhap me shpejtësi në gjithë shtëpinë. Iliri e ka akuzuar Eugenin se po luan një rol të sforcuar, referuar edhe hyrjes së tij si gjyshe, dhe se po përdor humorin për të fshirë mungesën e argumenteve. Nga ana tjetër, Eugeni është përgjigjur me ironi, duke e quajtur Ilir një personazh të vjetër që kërkon të bëjë zhurmë me çdo kusht për të kapur prajmin. Situata ka agravuar aq shumë sa ka patur momente tensioni fizik dhe fyrje të rënda, gjë që ka bërë publikun të presë me ankth një zarf të zi nga vëllai i madh. Iliri i ka thënë Eugenit: "Ti je këtu për të bërë palaçon, unë jam këtu për të treguar realitetin", ndërkohë që Eugeni ka thënë: "Ti je thjesht xheloz që unë bëj njerëzit të qeshin, ndërsa ti vetëm shkakton dhimbje koke me bërtitjet e tua." Ky debat ka ndarë shtëpinë në dy kampe, ndërkohë që disa banorë, si Stenaldo, kanë tentuar të mbajnë anën e Ilirit duke e shpëtuar nga nominimi, të tjerë të shohin Eugenin si një banor që sjell freski dhe pozitivitet, pavarësisht sulmeve të Ilirit. Ky rivalitet duket se të jetë shtylla kurrizore e këtij sezonit. Eugeni po tregon një durim strategjik, ndërsa Iliri po përdor strategjinë e tij të njohur të sulmit frontal. Publiku është i ndarë. Kush po luan vërtet dhe kush do të penalizohet për gjuhën e përdorur? Po juve, çfarë mendimi keni për këtë debat? Kush mendoni se ka të drejtë dhe kush duhet të dënohet? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.